Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje të gjithë ju që jeni lidhur me Top Albania Radio në këto momente pikërisht për të ndjekur emisionin ton. Mos folti 3 veta. Se vishaka se publiku na do shumë. Marila Sheo, përshëndetje. Nuk thot këtë feedbacku që marrim në fakt për këtë program Arion, që i falenderojmë shumë gjithë nga zemra, sepse jemi shumë të kënaqur me reagimin e publikut dhe në fakt programi unë besoj që është një nga më të lezetshmit. Mirë tani se shijoni prandaj. Jo, po shiko, udhëtimet janë gjithmonë të bukura. Dhe ne përpiqemi të ndajmë edhe kuriozitete të lezetshme kështu për secilin nga vendet që kemi prekur, po informohemi edhe vetë me këtë rast. Edhe pse Arion, shumë nga vendet që ne i flasim këtu ti ke trajtuar personalisht dhe fizikisht, duke shkuar me Trip Top në Top Channel apo jo në kanalin e YouTube-it në vende të ndryshme. Kështu që nëse nuk e keni ndjekur Arionin se si bën vizitat e tij nëpër këto shtete, është momenti të shkoni tani tek playlista e Trip Top. Ose të na ndiqni neve këtu në Trip Top, edhe ne na gjeni me qira fjala në YouTube, bashkë me personazhet të cilët vinë dhe rrëfejnë eksperiencat e tyre të udhëtimit. Kështu që mirë se keni ardhur, mirë se jeni sinkronizuar në Top Albania Radio me super muzikën që sot do të jetë. Si e dëgjuam kështu ke Desert Rose, diçka me desert, dhe aty do qarkullojmë. Do t'jetë e fokusuar, nuk po themi me njëherë se ku dhe se çfarë do trajtojmë sot. E ftuara na ka çuar në këtë destinacion, pas pak do ta kemi, është vajzë, të mund ta themi, do ta kemi në programin ton, po doja edhe unë të bëj ato falënderimet e mia sepse e ndjej publikun në rrjetet sociale që na komenton, sigurisht që mund ta bëni edhe në këtë momente nëse keni dëshirë aty në makinën tuaj, po nuk ju dëgjojmë dot. Ama na komentoni për mirë, ju lutem. Në Instagram, YouTube, TikTok, ku dalin materialet tona, jemi shumë falenderues sepse i klikoni, i komentoni, na i çoni, qeshni apo mësoni nëpërmjet emisionit ton. Jemi shumë të lumtur, vërtet shumë të lumtur dhe ju falenderojmë për këtë gjë. Siç e thotë Ariola, lumtur me të. Jo, jam shumë i lumtur. Sa herë. Jam shumë i lumtur. Për te shakas vërtet jam i lumtur, po çfarë më lumturon më shumë është çdo herë që rikthehem dhe shoh feedbackun, sidomos në Instagramin e Topit, pra to e radios, jam shumë i lumtur sepse shoh ndërveprim të jashtëzakonshëm dhe nuk e mendoja që njerëzit do të ishin kaq shumë të interesuar ndaj udhëtimeve, sepse këtu nuk ka thashë theme, nuk ka kështu gossip, nuk ka shtypëroz, nuk merremi me fare me këto gjëra, merremi vetëm me traveling, pra vetëm me udhëtime. Ose me hallet tona, se merremi edhe me po, edhe me sekrete, me tipsa me gjëra. Këtë këpucën ortopedike mua më ka dhënë Arioni. Ajo është këpuca. Një sekond prisa të vi regjia, mos e ul tani, po. Kjo është këpuca ime ortopedike që ma dha Arioni dhe më zgjidhi, më ke shpëtuar jetën Arion. Në kuadër të çarjes së halleve. Imagjino të kishe për shembull një udhëtim të përcaktuar, të parapërcaktuar dhe fatkeqësisht të ishin në këtë lloj kondite. Do udhtoje? Po, patjetër. Me paterica, jo, nuk do ta ndërprisja, po me paterica ishte të mëshme. Kam udhëtuar me paterica. Kam udhëtuar me paterica, por do ju them një tips. Mund t'ja them një tips, kemi kohë? Po, shafletin për këtë punë kemi ardhur. Nëse ju apo një familjar juaj, apo një i dashur juaj, apo një dashura juaj ka një siklet të atill, pra ka një siklet me këmbën, me dorën dhe ka të pamundur të jetë komod në aeroport drejt, po përshëndet atë të ftuarën, sapo na përshëndeti, keni një vështirësi të tillë, ju mundet në momentin që prisni biletën, apo edhe më pas të kërkoni asistencë në aeroport. Jo vetëm në aeroportin ton, po edhe në aeroportin në destinacionit final. Çdo të thotë, ju vinë pa kosto ekstra, të paktën unë që e kam përjetuar nuk ka pas asnjë kosto ekstra, ama duan të vërtetojnë, nëse është me allçikëm për shembull, ta dini që do bëni një kalim antidroge më shumë, sepse në përgjithësi kam frikë për përbërjen që ka allçia apo përbërjen që ka. Po si ta bëjnë për shembull këtë kontroll? Ka një flet ata që ta kalojnë tek te allçia dhe pastaj fusin në një makineri dhe ajo i thot ka apo jo element të çuditshëm. Po kanë një makineri që bën analizat. Nuk tallem, është kështu vërtet. Po prita mbaroj. Do i vini marrin me karrige me rrota, ju çojnë deri brenda në avion të parin. Jeni të parët ju që i hipni. Po kemi parë këto. Për shembull unë në përgjithësi shoh mosha të mëdha që shoqërohen nga këta zotrin, po si duket funksionon ka dhe për rastin. Po më the që jam plak? Ose invalid.
sapo më the që jam jo me aftësi. Në atë moment invalid quhesh. Mirë, me aftësi të kufizuara të përkohshme. Me qenë ke personazhi, me qenë ke personazhi, ju dini se ne lexojmë gjithmonë bio në Instagramit, kështu që për ta zbuluar kush është personazhi, ajo thotë që është një vajzë që i përket shenjës së dashit. Pra ka specifikuar në bio në sajt Instagramit që i përket shenjës së dashit. Ka vënë një quote që thotë love yourself more every day, pra duaj veten çdo ditë më shumë. Ka vënë se ka qenë pjesëmarrëse në Big Brother Kosovo. Okej. Po ashtu ka vënë edhe një tjetër format televiziv dashurie, domethënë këtu në Shqipëri dhe thotë që është aktor. Domethënë faktet tregojnë që është aktore e Destination Murder. Okej. Kush është ky personazh? Ta zbulojmë. Dhe besoj që me këtë këngën që ndoqëm tani në transmetim Arion e kuptuan të gjithë se ku do shkojmë, sepse me Jalla Habibi që është bërë kaq popullor. Megjithëse nuk i dihet se këtë kemi dëgjuar në çdo klub, kështu që nuk i dihet se në çfarë destinacioni do shkojmë. TikToku dhe fuqia e TikTokut, dhe mund të them që TikToku ka qenë një nga fuqitë që ka ndihmuar këtë lokacion për të bërë kaq i famshëm, ka qenë realisht TikToku. Do të shkojmë në Dubai të dashur miq, e thash tani Mario Lasheu, Dubai do të jetë fokusi. Një listë të gjatë për shembull me kuriozitete pa e thënë kush është në fakt qyteti. Atëherë le ta kthejmë brapa episodin. Do themi atë. Okej, nuk e themi kush është. Gjithsesi do të shkojmë pikërisht në Dubai. Arion, qyteti ku shkretë të tjera takohet me luksin e shfrenuar. Po cilat ishin kuriozitetet që do të na tregoje pa na treguar që ishte Dubai? Ja, këtë do thosha. Për shembull, do thoja një vend ku Lamborghini duket krejt normal në përditshmëri, do thoja që makinat luksoze janë prezente, po. Do thoja që ari shitet si të ishte një mode të përditshmes, që kushton më pak. Besoj se me kaq do ta kishin kuptuar. Që te Lamborghini, që tek shkretë të tjera, po. Ku do të çante tjetër me tjetër. Vendi për shkak ku ti mund të bësh ski, do thoja unë, në mes të vapës. Patjetër që do thoshin Dubai. Është vetëm vend në botë me sa di që në këto kushte atmosferike të jashtme, pra deri në 50 gradë, nuk e di sa mund të shkoj në Dubai në shkretë të tjerë, ti mund të shkosh brenda dhe të bësh ski me pinguinët. Sa qef. Nuk e di sa qef mund të jetë, s'kam qenë. Duket qef. Ti ke qenë. Unë kam qenë në Dubai, po kam qenë vitin e kaluar në Dubai, ishte eksperiencë shumë e veçantë. Ndihej që ishte. Je ka më pra pa mbetur në mënyrën se si ke shkuar në Dubai, se ke shkuar me avion normal dhe me familjen. Po, do të sigurova ta ve, se na ka frika. Ta jam me familjen një. Po, bëre foto me mamin dhe me gjithë. Me gjithë fisin. Po, ishim me të gjithë familjen, në fakt, festuam ditëlindjen e tij me motre dhe ka qenë me të vërtet një nga udhëtimet më të veçanta, më të lezetshme që kam bërë. E kam shijuar shumë. Shiko, unë kam qenë kundra, ne kemi diskutuar Dubain së bashku, unë kam qenë kundra dhe vazhdoj të jem kundra këtij qyteti apo kësaj gjëje që ngjan më shumë si atraksion për mua. Në syrin tim s'kam qenë, po e paragjykoj, atraksion e ndërtuar për turistët dhe për treguar që lifestyle i lekëve të mëdha mund krijoj këto gjëra, dhe duke qenë se e kam parë gjithmonë bosh nga ana kulturore, ose kështu mendoj unë, po më pas ti dhe e ftuara mund na tregonin diçka më shumë për aq kohë ajo ka listuar tek top vendet e saj të preferuar, më ka lënë gjithmonë një shije të ëmbël nga ana e gjërave të bukura që mund të bësh aty, po gjithashtu të hidhur nga prapaskenat apo nga thashethemet që rrotullohen edhe për qark Dubai. Por cilat janë thashethemet? Le të themi në fakt disa kuriozitete mbi Dubai, që është qyteti më i famshëm pa diskutimi i Emirateve të Bashkuar dhe një nga simbolet më të njohura të luksit modern, le të themi, edhe të mirëqenies në botë. Çfarë bën Dubain interesant është që përpara disa dekadave ishte thjesht një port tregtar ku bëhej peshkim dhe që ishte i njohur për ca zhytës që kërkonin perla në gjirin arab, ndërkohë që transformimi filloi pikërisht në vitet 1960-70 kur u zbulua nafta dhe disa fshatar të zonës u ngritën shejk. Po do vinte çadrën njëri. Ai ma vi këtu çadrën, vuri çadrën, ai vendosi çadrën, pa filloi të buronte karburant. E do 100 oktani tha, apo e do 95, 100 ka plot. Po, e vërtet, miliardera, milionera. Miliardera, si më thën, brenda një periudhe jashtëzakonisht shumë të shkurtër. 4 milion banor dhe në pjesën më të madhe të tyre me sa kam lexuar janë të huaj, dhe kjo gjë shumë më trishtonte, se për çfarë duhet të shkoj atje? Ti më hidh poshtë të gjëm shumë. Kishte dubajez. Shiko, unë se di fare si duken dubajezët, po me dhënë të drejtën ndjej që ishte ndërkombëtare, po shkojnë sigurisht sepse këta kanë fleksibilitet në shumë drejtime, në aspektin e biznesit, në pagesat, domethënë shpeshherë është quajtur edhe kështu parajsë fiskale, lehtësira shumë të mëdha për të ndërtuar biznes pa patur burokraci të jashtëzakonshme. Kështu që për biznesmenët dhe
për biznesmenët. Edhe luksin. Jo vetëm luksin, po edhe këtë botën e nëndeshme, le të themi, është një vend ideal për ta zgjedhur. Për ta që kanë lek shumë dhe s'din ku ti fshehin. S'din ku ti ose si ti pastrojnë. Po kanë lavatriçe gjigande dhe një nga batutat që shkruaj për Dubai në pikërisht kjo, Dubai kur del në ambientet e jashtme është si një tharse flokësh me maksimum që të rref në ball, sepse temperaturat ishin vërtet shumë të larta në Dubai, kështu ja? Po, në periudhën që shkova unë, jo, ishte shumë komode për të shkuar, unë kam shkuar në janar, fillim të janarit. Ishte shumë komode për të shkuar, e kam shijuar jashtë, bëra edhe një 2-3 ditë sa ishim neve, domethënë bën plazh, kështu që ishte ideale në atë periudhë. Janarin po e mbajmë shënim. Përpara se të shkojmë në muzikë, mbajeni shënim, nëse s'keni qenë në Dubai, duhet të shkoni të paktën sipas përvojës së Ariola Sheut këtu në Top Albania Radio, në janar të shkoni në Dubai, kthehemi pas pak.